dhe emancipimi, distancimi i një pjesë të madhe të qytetarëve nga politika. Do me thënë pasivizimi tyre, sepse duke u lodhur nga një dinamik politike konfliktuale që nuk prodhon mirë që ka niku shumë njerëz në vendi. Janë venitur shpresat për një ndryshim përmes politikës. Prandaj është gjithë kjo shpresë e SPAK. Por bëre miqë e sot e 21 janarin sepse duhet kujtojmë pse protestohet sot dhe pse protestohet atëherë. Protestohet për 700.000 euro. Apo jo? Po. Po tani 700.000 euro i gjen tek kondicioneri i një sanitare që punon në administratë publike, që është një marrëzi. Mirëpo, mekanizmat që janë ndërtuar, dhe kam përshtypjen që edhe Bufi e di tashmë, mekanizmat që janë ndërtuar për të anestetizuar opinionin publik, me media, me një luftë përditshme, linçime ndaj çdo personi që është kundër, jo detyrimisht antari i PD-s ose i ndonjë partie tjetër opozitare, ka bërë që të ketë një farstepje, por arsyet për të protestuar janë dhe sinqerisht protesta ishte më e madhe se që prisja, sepse arsyet janë të mëdha. Pra, korrupsioni i qeverisë, që është kaq flagrant, përballja që po bën dhe guximi i tepruar i qeverisë, kaqë akuzave të rënda që ka, sepse të mbrosh, po është duke mbrojtur, po i vë fytyrën korrupsionit të zonjës Ballkuq. Kemi pjesën e dytë, kemi gjithë pjesën e dytë për edhe. Edhe kjo e bën t'i vë pikën, kjo e bën disi përtej pritshmërive pozitive, të paktën që pati një reagim. Okej. Zoti Petraj, juve si avokat, si e gjykoni reagimin e forcave të rendit? Ka qenë proporcionale apo jo? A u shkelën drejtat e njeriut? Cilat ishin masat që u morën? A ishin sipas konventës drejtave të njeriut, sipas standardeve? Sipas standardeve. Shiko, po të shikosh, të hysh në analizë të pjesë e protestës. Nga opozita u përdor molotov, u përdorën lëndë piroteknike. Lëndë piroteknike, se si mund qëhet. Fishek zjarët. U përdorën goditje me gure tjera. Pas njoftimeve, normalisht përdorën gazlocjelës, ujë dhe ndërhyrje të forcave të policisë. Po të shikosh në këtë raport, kemi një anë proporcionale të përgjigjes, sepse në përmedia ndërkombëtare, bile sa ditë po shikoja një emision krejt të rastishëm të Kantena në Greqi, duke qenë se kam qenë emigrante dhe di gjuhën greke shumë mirë, dhe po flisnin për pjesën e pjesën që shanin, kundërshtonin me pjesën tonë të Shqipërisë, se ishte pjesa e zonjës Irina Gjoga, që mua më bëri shumë përshtypje, dhe po e ndiqja me vëmendje atë pjesë. Në moment ata ndërpresin emisionin dhe japin pamje nga kjo. Shikoni që ndodh në Shqipëri, etjera. Pra mediat greke pajtoheshin me këtë lloj situate. Tani, unë dhe ti jemi tërë kohën apolitik. Unë nuk kam aderuar në një parti politike, nuk kam qenë ndonjëherë pjesëmarrë si ndonjë fushate apo partie etjera, dhe shikoj me syrin që unë jam një qytetar tjetër dhe si mund të më bëj mua Partia Demokratike të shkojnë protest. Ose Opozita e Bashkuar. Opozita e Bashkuar nuk parin do të nxjerrë Tiranën në shesh. Këtu është problemi më i madh. Pra Tirana, me atë pjesëmarrje që më duket pak jo e saktë ajo shifra për të cilën pretendohet. Sa shifra? Okej, ajo masivitet. Aty nga 300 vajtën 3000. Ka që ishte situata 5000. Problemi është ky që deputetët e rrethëve e bën natyrën e tyre, e bën atë betejën e tyre. I somën ata 10 njerëz, ata 30 njerëz etj. Dhe të mos të vijë të tregohet indiferent baza elektorale e PD-s të vijë në protest, më duket pak problematike. Unë shikoj që mua nuk më pëlqen më dhuna. Nuk dua ta shikoj më atë dhunë. Problemi është që një opozitë e bashkuar, një mendim ndryshe mund të vijë. Përmende protestën në Sindagma. Aty don ka përleshje. Shikoj, ne kemi mentalitet ballkanik. Kjo është e nisnin don që duke thyer xhamat
e parlamentit Nuk po bëhet më kjo. dhe vazhdonin rrugën Venizelos dhe përfundonit e ambasada amerikane. Ku dhe aty gjithë fasadës së ambasadës amerikane të Shtatë nëndorit është tjetër gjë. Jo, bëhet çdo vit. Për atë djalin e vogël që kanë vrarë atje. Për Greqinë të garantoj e njoh deri kur mirë Greqinë. Dhe marrëdhënia për të cilën shiko, mua nuk më pëlqen dhuna, më tani ti edhe ti këtë Jo, s'ka lidhje me dhunën. Shiko, pendo një reagim publik se ti s'mund të vish akoma me të njëjtat figura, të premtosh shpresë, të premtosh demokraci dhe të vish duke përdorur ata element të cilën ne e pam. Nuk është tani në pozita